Ajo që sapo ndoqet është vetëm denoncimi i plug, pas së cilit SPAK u zgjua nga letargjia dimërore duke ngritur akuzën e re për Belinda Ballukun, korrupsionin dhe pastrimin e parave. Mirpo, episodi me Iglitaren është vetëm një prej shumë denoncimeve që plug ka sjellë në publik. Në vijim do të rikthejmë në kujtes të publikut, por edhe të SPAK-ut, historinë e tunelit të Llogaras. Nga tenderi, projektimit tek ai ndërtimit dhe supervizimit janë një aferë për cilën ende SPAK nuk ka thënë plotësisht të vërtetën. Një urë 110 metra e munguar dhe tuneli ende i papërfunduar, jo vetëm i kushtuan shqiptarëve mbi 200 milion euro, por milionat të tjera po zhvaten çdo ditë me traun që ju vendos kësaj rruge. Deri në intervistën e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj për gazetarin Qimpeka, propaganda qeveritare kishte arritur ta kamuflonte një prej aferave më të mëdha korruptive si një histori suksesi. Zërat e pakët që denonconin këtë aferë mbyteshin me sulme deri në personale për të shmangur vëmendjen nga vjedhja direkte e 50 milion eurove në një projekt që i kushtoi taksapaguesve shqiptar 190 milion në total. E për më tepër, për një vepër infrastrukturore që kishte pikpyetje të mëdha edhe për funksionalitetin e saj. Tuneli Llogaras është kryekëput një nga aktet madhore korruptive direkt të Edi Ramës. Lubi Balluku është thjesht masha e tij për realizimin e kësaj afere që ju ka kushtuar qytetarëve shqiptar jo 50, por 90 milion euro më shumë se sa që ishte parashikuar. Historia e ndërtimit të tunelit të Llogaras do të qarkullonte në publik në fund të vitit 2020, edhe pse gatimi i këtij projekti kishte nisur shumë kohë më parë. Në datën 14 dhjetor 2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli tenderin me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës Shëtet Vlorë-Sarand, me vlerë fondi limit 19 miliard ose 190 milion euro, me afat 37 muaj nga lidhja e kontratës. Data e fundit e dorëzimit të ofertave dhe data e mbajtjes së tenderit ishte parashikuar në datën 12/2/21. Në këtë procedurë u paraqitën 6 oferta, ku oferta më e ulët ishte ajo e shoqërisë Gjoka Konstruksion, me vlerë 14 miliard apo 140 milion euro. Edhe pse kompania Gjoka, po edhe kompanitë të tjera në garë plotësonin të gjitha kushtet dhe kishin bërë oferta konkrete për këtë projekt, Befas, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e drejtuar nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, vendosi anullimin e tenderit me arsyetimin se asnjëra prej ofertave nuk ishte e përshtatshme. Tuneli Llogaras është një aferë per se korruptive. Domethënë, një kompani shqiptare shumë dinjitoze ka garuar në tender, e ka fituar, ja kanë anulluar, e ka fituar 140 milion euro. Pas janë bërë takime në Ankara, le ta zgjasin këtë punë e batutave, se do ju them detaje. I është dhënë tenderi një kombinimi turk. Syri Televizion kreu një investigim të mëtejshëm në lidhje me këtë denoncim duke konfirmuar takimin në Ankara, ku u finalizua edhe kjo aferë. Siç e shihni edhe nga fotot, në takimin e zhvilluar në kryeqytetin turk me përfaqësuesit e kompanisë, merrnin pjesë kryeministri Rama, ministrja përgjegjëse për infrastrukturën Belinda Balluku dhe vetë ish zëvendës kryeministri Ahmetaj. Nga verifikimi i profilit zyrtar në rrjetin social të shtetases Belinda Balluku me detyrë ministri infrastrukture, rezulton se në datën 3/6/21, 21 ditë para shpalljes së tenderit, ka publikuar një postim me përmbajtjen si vijon. Ditë plot produktivitet gjatë vizitës në Turqi.
takime me kompanitë e ekselencës në fushën e teknologjisë dhe infrastrukturës për të implementuar pjesë të rëndësishme të programit zhvillimor. Nga fotot shoqëruese të takimit, shihet se kanë marrë pjesë edhe kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Arben Ametaj. Tenderi 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras u fitua nga konsorciumi turk Intekar ASL, pas një zinxhiri veprimesh dhe abuzimesh tek të cilat do të ndalemi në vijim. Por duket se abuzimet kanë nisur që në projektimin e kësaj vepre infrastrukturore. Projekti që do t'i hapte rrugët dhe tenderit ka kushtuar 7,4 milion euro, por që në start edhe mbi tenderin e përzgjedhjes së studios projektuese hidhen hije të forta dyshimi. Në buletinin e datës 22 qershor 2020 nga Ministria e Infrastrukturës shpallet procedura tenderuese për rishikim i studimit të fizibilitetit dhe hartimi i projektit të detajuar inxhinierik ndërtimi i tunelit të Llogaras. Vlera e kontratës sipas këtij njoftimi do të ishte 624 milion pa TVSH. Tenderi u fitua nga Bashkimi i Operatorëve me vlerën më të lartë ofertuar dhe jo kompania e Evis Berberit, asokohen në krye të ARSH, Net Group. Ndërkohë, dy janë detajet që ngren dyshimet për këtë procedurë tenderuese. Në njoftim, nuk jepet asnjë dhënse pse u skualifikua oferta tjetër, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik OEGK, Elea ICD, Infraconsult dhe IBE. Tre nga këta operator janë pjesë edhe e Bashkimit të Operatorit të shpallur fitues. Ndërkaq, në Bashkimin e Operatorëve të drejtuar nga Net Group, shfaqet emri i kompanisë Lazo SHPK, i cili nuk përmendej fillimisht si pjesëmarrës. Lazo është kompania e shpallur fituese si nënkontraktore e kompanisë turke YDA për ndërtimin e Spitalit Memorial Fier. Rikujtojmë se YDA është kompania turke që u përdor fillimisht edhe për plotësimin e kritereve të koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. 4 muaj pas anulimit të tenderit të parë dhe 21 ditë pas vizitës që Belinda Palluku së bashku me kryeministrin Edi Rama zhvilluan në Ankara, ku u takuan me përfaqësues të kompanisë turke, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall sërish procedurën tenderuese. Në datën 24 qershor 2021, në sistemin e prokurimeve publike të Agjencisë së Prokurimeve Publike, çelet tenderi për pranimin e ofertave për ndërtimin e tunelit të Llogaras, me fond limit 18 miliard e 967 milion. Rezulton se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, pas vlerësimit të ofertave, ka shpallur fitues ofertën 17 miliard lekë të paraqitur nga konsorciumi turk Intekar ASL. Oferta më e ulët, prej 15,8 miliard lekë e paraqitur nga një bashkim operatorësh shqiptar, është skualifikuar me arsyetimin se nuk përmbush kriterin e parashikuar në pikën 2.3.c. Pra, mungesa e përvojës për ndërtimin e urave me gjatësi mbi 120 metra, e për më tepër, ky kusht u zhduk edhe për kompaninë turke që e fitoi tenderin gjatë fazës së plotësimit të dokumenteve. Nga verifikimi i kontratave publike të zbatuara nga operatorët shqiptar, rezulton se ato kanë përvoja të mëparshme në zbatimin e punëve të ngjashme, përfshirë edhe ndërtimin e urave. Në këto kushte, ngrihen dyshime të arsyeshme se skualifikimi i këtij bashkimi operatorësh me ofertën 12 milion euro më të ulët se operatorët fitues është bërë pasi fituesi ishte paracaktuar. E jo vetëm kaq, por nga dokumentet e siguruara në qendrën kombëtare të biznesit, mësohet se kompania e shpallur fituese nga Belinda Palluku nuk ishte ende e regjistruar në Shqipëri. Më skandaloze, këtë aferë e bën fakti se teksa kompania që fitoi tenderin ende pa marrë kontratën në dorë, kryeministri Edi Rama u shfaq në qafën e Llogaras për të inauguruar nisjen e punimeve. Kompania regjistrohet në Shqipëri në datën 8 nëntor 21, po në ditën e themelimit është lidhur kontrata për nisjen e punimeve, ndërsa vetëm 6 ditë më pas, në 14 nëntor, kryeministri Edi Rama do të shpërthente dinamitin për hapjen e tunelit, që siç duket edhe nga pamjet e kësaj dite, punimet kishin nisur që më herët për përgatitjen e infrastrukturës ndihmëse. Sipas procedurës ligjore, kompania përpara se të fillonte punimet, do duhet kishte një leje ndërtimi të miratuar dhe më pas, këto situacione do duhet të miratoheshin nga supervizori i cili do të vlerësonte që këto punime janë kryer sipas projektit dhe lejes së miratuar.
Sipas investigimit ton, rezulton se leja e ndërtimit është miratuar në prill të vitit 2022. Me vendimin numër 4, datë 26/4/22, Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar lejen e ndërtimit me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras, me vendodhje në Bashkinë Vlorë dhe Bashkinë Himar. Pra, në datën 26/4/22 kemi një leje ndërtimi të miratuar me kusht. Nëse nuk plotësohen këto kushte, leja nuk zbardhet dhe kompania Intekar nuk mund të kryente asnjë punim. Teksa leja për të filluar punimet mungonte dhe ato s'duhet kishin filluar fare deri në miratimin e saj, nga data 7/1/22 deri në 15/4/22, shoqëria Intekar ka depozituar 4 situacione të tjera, për të cilat Ministria e Belinda Ballukut ka kryer pagesat në vlerë 1.5 miliard apo 15 milion euro. Ndër ky skandal nuk ndalet me kaq, pasi e vërteta është se Belinda Balluku, si subjekti që kishte aplikuar për lejen e ndërtimit, nuk i kishte plotësuar kushtet edhe për 3 vite të tjera. Po sipas dokumentacionit që disponon emisioni Plug, leja është firmosur nga titullaria e AZT, Adelaida Roko, në datën 28/5/25, ose e thënë më thjesht, vetëm pasi Edi Rama e përdori abuzimin me 190 milion eurot e një projekti të zhvilluar pa leje për efekte elektorale. Si të gjithë shqiporina, ti je pukë nga maji prume dhe je piqëton dhe lavdina, la Por, ndërsa ligjërisht shkresa që shikoni në ekran që mban datën 28/5/2025 është pikërisht dokumenti dhe data kur duhet që të kishin filluar punimet. Dhe e thënë me qartë, leja është zbardhur dhe Intekar do mundi të kryente punimet vetëm pas datës 28/5/2025 dhe çdo punim i kryer më parë është ndërtim totalisht pa leje. Fituesi është shpallur në datën 18 prill 22, Bashkimi i Operatorëve Net Group dhe Hill International, me ofertën 194.7 milion. Rikujtojmë se Net Group ishte njëra nga kompanitë që paraqiti projektin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe tani Belinda Balluku e shpall fituese për supervizimin e ndërtimit të tunelit. Sipas të dhënave të Open Spending, kompania Hill International ka përfituar mbi 200 milion lek pagesa nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kontrata për supervizimin është lidhur me datë 16 maj 22. Pra e thënë me qartë, kompania Intekar ASL dhe nënkontraktori kryesor Gjoka Konstruksion kanë përfituar mbi 15 milion euro pagesa pa pasur leje ndërtimi dhe pa certifikimin e supervizorit, pasi tenderi për përcaktimin e supervizorit është bërë pas lëvërimit të pagesave, ndërkohë që ato do duhet të lëvroheshin vetëm pasi supervizori të kishte bërë konfirmimin e punimeve. Por skandalet e kësaj afere nuk përfundojnë këtu. Gjatë investigimit, Plug gjeti një tjetër kompani nënkontraktore e cila ka kryer një ndër proceset më thelbësore, gërmimin për hapjen e tunelit. Sipas faqes zyrtare të kësaj kompanie, ajo ka filluar punimet e gërmimit në nëntor të vitit 2021. Sipas deklaratës, gërmimi ka qenë i vështirë dhe janë përdorur teknologji të avancuara. Po kush është Via Construction, që pas ka kryer punimet thuajse më të vështirat, të paktën në letra? Sipas ekstraktit të QKB, ajo është themeluar në qershor të vitit 2021 me emrin Ish Trans me Selinë Kashar, aksioneri vetëm themelues Arbri Ilias Shuli, i datëlindjes 1991. Në mars të vitit 2021, rezulton se ky shtetas ishte i punësuar si agent shitje me pag 30.000 lek pranë kompanisë Trust Distribution. Pra, thënë më thjesht për shikuesit, një 30 vjeçar gjeni nga agent shitjesh lë punën ku e kishte pagën 300 euro dhe themelon një kompani, e cila që në muajt e parë të operimit i siguron atij xhiro 1.7 milion euro dhe për 3 vite mbi 7.5 milion euro. Në këtë rast, SPAK duhet të sqarojë nëse 7.5 milion euro nga paratë e shqiptarëve përfunduan në duart e një gjeniu që sapo krijoi kompaninë fitoi 7.5 milion euro, apo Arbri Shuli është prestanome një kompanie që është përdorur nga elefantët e korrupsionit për fatura fiktive. Por jo vetëm kjo. Në projektin fillestar, siç e shikoni në ekran, veç ndërtimit të tunelit prej 6 kilometrash, ishin parashikuar edhe 2 ura në 2 daljet e tij, për të cilat ishin detajuar madje edhe kostot, por në fund
Njëra nga këto dy urat që projektuesit e kishin parashikuar si urë të varur dhe me një këmbë që krijonte efekte panoramike është zhdukur dhe në finale as nuk është ndërtuar fare, ndërkohë që ishte një prej zërave më të kushtueshëm të këtij projekti, çka e çoi vlerën në ato shifra. Pas glabërimit të 190 milion eurove, si në çdo procedurë të këtij projekti, Edi Rama dhe Belinda Balluku kanë harruar edhe një element tjetër tepër të rëndësishëm, kolaudimin e tunelit të Llogaras. Këto punime nuk janë kolauduar pasi nuk ka ekzistuar një kolaudator që të kryente vlerësimin, e përpasoj, çdo shqiptar që do të kalojë në të, duhet të lutë Zotin që vjedhja e 190 milion eurove të jetë e keqja më e madhe për të.